Një vendim i fundit i qeverisë ngarkon kompanitë e transportit ajror, toksor dhe detar ndërkombëtar të pasagjerëve me një tarifë prej 200 lekë për pasagjer për transportimin e të dhënave të biletës në sistemin e sektorit të inteligjencës së udhëtarëve, SIU, që do të menaxhohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Duke marrë në konsiderat që sipas Instat në 2024 kanë hyrë dhe kanë dalë nga ajri dhe nga deti 12.3 milion pasagjerë vendas dhe të huaj, llogaritet që vetëm kompanitë ajrore dhe detare të pasagjerëve do të nisin t'i paguajnë shtetit shqiptar rreth 25 milion euro në vit apo gati 2.1 milion euro në muaj tarifë për transmetimin e të dhënave për pasagjerët. Këtu nuk llogaritet hyrjet e daljet në sistemin toksor përmes linjave të transportit ndërkombëtar të udhëtarëve. Mbetet në dorë të kompanive nëse këtë kosto shtesë prej 200 lekësh për pasagjer do e transferojnë në çmimin e biletave apo do e mbajnë vetë. Sipas ligjit të miratuar, të gjitha subjektet e licencuara për transport pasagjerësh në tokë, ajër dhe det do të çojnë të detajuar informacionet e pasagjerëve nga rezervimet e biletave në një sistem të unifikuar që quhet Sektori i Inteligjencës së Udhëtarëve, SIU. Sistemi do të menaxhohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Ligji përcakton në mënyrë të detajuar se çdo transportues që nënkupton operatorët e licencuar për 3 llojet e transportit të udhëtarëve përfshirë ata ajror, ujor dhe toksor, në SIU do të transportojnë të paktën 3 herë në ditë të dhënat e udhëtimit të pasagjerëve. Të dhënat do të përmbajnë emër mbi emër, datë rezervimi dhe lëshimi të biletës, adresë elektronike dhe numër telefoni, informacione për bagazhin, mënyrën si është bërë pagesa për biletën, statusin e check-init, mos paraqitjen për check-inin, ku është bilet pa rezervim e të tjerë. Këto të dhëna do të dërgohen drejt sektorit të inteligjencës së udhëtimeve 24 deri 48 orë para nisjes së udhëtimit. Më pas do të dërgohen të dhënat e pasagjerëve 60 dhe 180 minuta para nisjes së mjetit ajror, ndërsa mjetet ujore dhe rrugore do t'i nisin vetëm 60 minuta para nisjes.